Aktoria Luana Bajrami ka shënuar një tjetër sukses ndërkombëtar. Filmi me metrazh të shkurtër Two People Exchanging Saliva, në të cilën ajo luan, është nominuar për çmimin Oscar. Filmi, një bashkëprodhim mes Francës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, është përzgjedhur në mesin e 5 projekteve që garojnë për trofeun më prestigjioz të kinematografisë botërore. Bajrami luan rolin kryesor Malez në filmin Bardezi me regji dhe skenar të Alexander Singh dhe Natalie Mustata. Ngjarja zhvillohet në një Paris distopik, ku puthjet janë të ndaluara dhe ndëshkohen rënd, ndërsa filmi trajton temat e tërheqjes, rivalitetit dhe dhunës së stilizuar përmes një komedie të errët. Projekti është shfaqur premier në Festivalin e Filmit në Telurit dhe ka fituar çmimin e madh të jurisë. Producente ekzekutive janë aktorët e njohura Julianne Moore dhe Isabelle Huppert. Ndërkohë, filmi Sinners i regjisorit Ryan Coogler ka shënuar rekord duke u nominuar në 16 kategori, numri më i madh i nominimeve në historinë e çmimeve Oscar. Ceremonia 98 e ndarjes së çmimeve Oscar do të mbahet në muajin mars, ku pritet të shënohet një edicion historik për nga numri i rekordeve dhe diversiteti i filmave të nominuar.